Ekonomia turke u rrit me 3.7% në tremujorin e tretë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, treguan të dhënat zyrtare, duke ngadalësuar ritmin e zgjerimit, ndërsa aktiviteti bujqësor përsoi rënje. Politika monetare e shtrënguar dhe një ngadalësim i kërkesës ndikuan gjithashtu në këtë ecuri. Prodhimi brendshëm bruto i tremujorit të tretë u rrit me 1.1% krahasuar me tremujorin paraardhës, në bazë të rregulluar sezonalisht dhe kalendarik, treguan të dhënat nga Instituti i Statistikave Turke Turkstat. Ndikimi negativ në aktivitetin ekonomik në tremujorin korriktetor erdhi nga sektori i bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit, që u tkurr me 12.7%. Ndërkohë aktiviteti i sektorit të ndërtimit u rrit me 13.9%. Në një sondazh të Reuters, ekonomia parashikoi të rritej në bazë vjetore me 4.2%. Ne parashikojmë që rritja do të mbetet e moderuar në tremujorin e fundit dhe do të tejkalojë pak programin afatmesëm në vitin 2025, deklaroi ministri i Financave Mehmet Shimshek. Në program parashikimi i rritjes së qeverisë për vitin 2025 është 3.3%. Kushtet financiare më të favorshme dhe një midis global mbështetës pritet të nxisin një aktivitet më të fortë ekonomik në vitin 2026 krahasuar me këtë vit, shtoi Shimshek. Në dhjetor të vitit të kaluar, Banka Qendrore filloi të ulë normat e interesit pasi i kishte mbajtur të pandryshuar për 8 muaj, që nga korriku Banka Qendrore i ka ulur normat me 650 pikë bazë në 39.5%. Inflacioni ka rënë rreth 33% nga 75% që ishte në maj të vitit të kaluar.